Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e tij famnal ka thënë kështu: sikur e vërteta, pra haku. Kena thënë që fjala hak, një prej kuptimeve të saj është e vërteta. Sikur haku, pra, sikur e vërteta të ishte sipas dëshirave të tyre, atëherë do të shkatërroheshin qiejt dhe toka dhe gjithçka që gjendet në to. Pra, ajo çka quhet hak, ajo çka quhet e vërtetë, është e caktuar prej Allahut xhaleshanuhu me diturinë dhe urtësinë e tij dhe me drejtësinë e tij, dhe nuk përcaktohet e vërteta sipas dëshirave, epsheve dhe tekave të njerëzit. Sepse po mi pyet njerëzit, tonë kanë drejtë. Me këto që të fliqë, po thët, unë drejtë e kam, thët, unë jam në rrugë të vërtetë. Unë jam të bua mirë. Edhe kur e dëmton dikë tjetër, thët, e ka meritu, thët, me dëmtu, sepse për këtë arsye. Po mi pyet jo besimtar, ata thojnë, na jena njerëz civilizum, jo jeni të prapametër. Kjo është e vërteta, kjo është qytetërimi, kjo është e drejta e njerëzit. Kush je ti me më hut drejtën e njerëzit? Pra, i përcaktojnë ligjet, i përcaktojnë të drejtat dhe e përcaktojnë hakun, pra të vërtetën, në thojza, sipas dëshirave të tyre. Prandaj ky ajet të kështu, sikur e vërteta me paken sipas dëshirave të tyre, çdo gjë do të ishte shkatruar. Do të kishte ndodhur fesad i madh. Por kena parasysh, prej këtij ajeti mësojmë se këto gjanat fetare, pra Islamin që e mësojmë na, Kur'anin që e lexojmë dhe marrim mësim prej tij, pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që e mësojmë si personalitet, si i dërguar i Allahut, ato çka ka thënë ai, çka ka vepruar, keni kujdes, tona këta janë ligje, parime dhe të drejta që i ka vendos Allahu, jo njeriu. Prandaj na thojmë kjo është e vërteta. Prandaj na thojmë ndaç me shpëtu në dunjën e ahiret me njek Islamin, me njek rrugën e Allahut. Sepse ai i ka vendos të drejtat dhe të vërtetën sipas parimeve të tija, sipas balancës së drejtësisë edhe mirësisë.